Sëmundjet arteriale dhe venoze të gjymtyrëve të poshtme dhe të sipërme ishte tema e emisionit Shëndeti dhe Shëndetësia në studion e televizionit 6+ Vlora në moderimin e autores Alida Lalaj. I ftuar në studio ishte profesori asociuar, doktor i shkencave kirurgjikale dhe enëve të gjakut Petrajsh Mustaqe. Sëmundjet e venave varikoze zën 15% të sëmundshmërisë në vendin tonë dhe numrin më të lartë e zën femrat. Duke qenë se këto sëmundje janë të shpeshta në popullat, çdo njeri duhet të ketë informacionin e duhur në mënyrë që të mos arrijë në përkeqësim të gjendjes shëndetësore, por të shkojë në kohën e duhur tek mjeku specialist. Doktor Petrajsh thotë se shikon emisionin Shëndeti dhe Shëndetësia si një dritare të re për t'i ardhur në ndihmë njerëzve e për t'i dhënë zë profesionistëve të shëndetësisë. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën tuaj. Unë ç'është e vërteta i kam ndjekur të gjitha që kur ju paraqitet për herë të parë emisionin Shëndeti dhe Shëndetësia dhe i kam ndjekur të gjitha emisionet, bisedat me kolegët e mi dhe e shoh si një dritare të re për t'u ardhur në ndihmë njerëzve, qytetarëve tanë dhe për të zgjeruar diapazonin e gazetarisë në tërësi për shëndetin e njerëzve. Faleminderit, doktor, e vlerësoj këtë prezantim tuaj për emisionin. Realisht është edhe merit e drejtuesve të televizionit 6+1 Vlora që më dhanë mundësinë që unë ta hapja këtë dritare për shëndetësinë në qytetin e Vlorës, por jo vetëm dhe më gjerë. Duke qenë se këto emisione mund të shihen në rrjetet sociale, në YouTube dhe në gjitha rrethet ku sinjali i televizionit 6+1 Vlora është prezent. Sëmundjet e enëve të gjakut në vendin tonë janë në rritje dhe neglizhenca në trajtimin e tyre çon në invalidizim të pacientit. Doktor Petrajsh Mustaqe bën një shpjegim të qartë të sëmundshmërisë dhe rrisqet që ato kanë. Trajtimi i sëmundjeve arteriale dhe venoze vitet e fundit bëhen me teknika të reja që realizohen në kohë të shkurtër dhe pa dhimbje. Koha e rehabilitimit të pacientit është të shkurtër dhe rezultatet janë shumë të mira. Doktor Petrajsh bën kërkime dhe riazhornime të erpasershme në shkencat mjekësore. Ndërhyrjet kirurgjikale nëpërmjet robotikës janë e ardhmja në mjekësi e këto ndërhyrje tashmë janë të prekshme dhe realizohen nga mjekët specialistë. Doktor Petrajsh këshillon njerëzit të parandalojnë dhe trajtojnë në kohën e duhur sëmundjet vaskulare. Emisioni Shëndeti dhe Shëndetësia në drejtimin e autores Alida Lalaj do të vijojë çdo javë në dritaren e hapur për shëndetësinë, dërsa ato mund t'i ndiqni drejt për së drejti në ekranin e televizionit 6+ Vlora në orën 17:45 minuta, si dhe në rrjetet sociale të televizionit, Facebook dhe YouTube.